Erion Demiri është specialista IT, do të flasim me të më gjërësisht në këtë temë. Zoti Demiri, së fundmi ka 2 sulme kibernetike ndaj kuvendit dhe postës. Si qëndrojnë teknikisht të sulme në raport me ato të 2024-s? Është e qartë që kemi sulme të vazhdueshme të cilat me sa duket targetojnë institucionet tona dhe institucionet, paktën këto 2 fundit të prekura nuk kanë qenë përgatitura për sulme të tilla. Pra, kuptohet që megjithse po bëhet ndoshta një punë ose më saktë diskutohet të paktën që po bëhet një punë e madhe, këto 2 institucione janë gjetur pa përgatitura. Kemi të bëjmë me të njëjtën teknik dhe të njëjtën dorë, si e sheh si specialist? Për sa i përket teknikës, pra, cila është teknika që është përdorur, akoma nuk kemi një informacion as për rastin e parlamentit, pra nuk kemi një informacion zyrtar se çfarë mënyrash janë përdorur, kështu që këtë gjë nuk mund ta themi, por të paktën mënyra se si po publikohen të dhënat të cilat janë nxjerrë nga këta servera është e njëjta mënyrë, është i njëjti grup që e vetë quan veten iranian dhe që i nxjerrën në ato kanalet e veta të Telegramit. Pra, nëse bëhet fjalë për mënyrën se si ne po e kuptojmë që këto sulme ka qenë suksesshme, është e njëjta mënyrë, ndërsa nëse është apo jo e njëjta mënyrë për të aksesuar këtë server, akoma nuk kemi informacionin e duhur. Rama, kryeministri deklaroi se kemi mbrojtjen më të mirë në Evropë, por se kuvendi ende nuk është integruar në atë mbrojtje. Sa e besueshme është kjo deklaratë? Mendoj që janë deklarata politike, nuk mendoj që janë deklarata të bazuara në teknikë dhe në fakte. Do të thënë, ne po shikojmë që vazhdimisht ne kemi institucione të cilat bien pre. Sigurisht ka shumë diskutime për origjinën e këtyre sulmeve, megjithatë ne shikojmë që vit pas viti jemi pre e një grupi i cili çuditërisht merret vetëm me Shqipërinë dhe nuk bën asgjë tjetër. Pra nuk ka asnjë lloj historiku të mëparshëm, nuk ka bërë asnjë sulm tjetër më parë dhe vazhdon prej vitesh të merret vetëm me Shqipërinë. Është një situatë për mendimin tim jo normale, që në momentin që është një situatë unike në botë, pra asnjë rast në asnjë vend të botës nuk ka ndodhur kjo që po ndodh me Shqipërinë. Dhe këtu pastaj të bësh për kufizime, mendoj që nuk janë thjesht për kufizime politike. Po, a e dim se deri ku ka penetruar grupi, apo nëse mund të marrë nën kontroll sistemin e institucioneve në fjalë, nga ajo që shohim që publikohet? Të paktën për kuvendin, pra për pjesën që kishte të bënte sidomos pasaj me emailët parlamenti.al, pra të paktën për kuvendin, ne kemi pasur publikimin e videove ku personjat ose personi që po punonte pranë ato makina kishte një akses të plot në infrastrukturën, sidomos në infrastrukturën të rëndësishme ka të bëjë me pjesën e remote desktop, pra në pjesën e makinave virtuale, të cilat pastaj përdoren për remote desktop. Pra në ato video të shikon që ky person ka pasur dorë të plot, pra ka pasur të drejta të plota të punonte aty, në fshirjen e tyre, fillon në një moment caktuar të bëjë fshirje, pra destruktim të dhënave, dhe sigurisht në momentin që tregon pastaj edhe pjesën e adresave të emailit dhe të dhënave në këto adresa të emaili, në ato video kuptohet që ai ka pasur akses dhe në serverat e emailit. Pra, të paktën te pjesa e kuvendit që janë bërë publike këto, është më se e qartë që aksesi ka qenë goxha i thellë. Tek pjesa e postës shqiptare akoma nuk kemi një publikim dhe s'kemi pastaj lajmërim qendrim zyrtar edhe nga vetë institucioni, pra kemi pasur një qendrim nga KSK-ja që për mendimin tim është një qendrim çik i vakët dhe i mjegull, do të thënë që ne po shikojmë loget, ndërkohë që institucionet si KSK-ja duhet i kishin parë këto loge në kohë reale, që një janar që duket aty që ata kanë pasur akses, pra dhe duhet kishte bërë të mundur të paktën lajmërimin që kjo gjë po ndodhte. Në të gjitha rastet, të gjitha lajmërimet që bëhen pasi vetë ky grupi i famshëm deklaron që ne ishim aty. Pra në asnjë rast nuk kemi pasur një reagim më përpara se të ndodhte gjëja. Zoti Demiri, pak muaj më parë folëm për ndërtimin e një qendre dënash në bashkëpunim me izraelitët. Nëse materializohet një projekt i tillë, çfarë zhvillimi tregon për sektorin?
Pjesa që ka të bëjë pastaj me data centrat, do të kuptojmë një herë që data centrat është një çështje, mendoj unë, totalisht e ndarë nga kjo që po diskutonim deri tani. Investimet në data centra sot në botë janë goxha të larta dhe po vazhdojnë të investohet shumë, për shkak se sidomos dhe zhvillimi i inteligjencës artificiale kërkon një sasi të madhe resursesh. Dhe në këtë pikë, një pjesë e madhe e shteteve po përgatisin legjislacionin, po bëhen më të hapur ndaj data centrave kështu me radhë. Zhvillimet që sjellin këto baza dhe këto data centra, pastaj në varësi të mënyrës se do përdorin ato, janë nga më të ndryshmet. Mendoj që ka shumë mënyra se si ato ndikojnë në jetën pra e një vendi, që nga mënyra se si ato do të organizohen. Kemi parasysh që ka data centra të cilat janë tërësisht private, ka data centra të cilat pastaj janë të investuara nga shteti dhe pastaj është shteti ai që resurset e këtyre data centrave i vendos në mënyrën më të mirë të mundshme për sa i përket të arsimit, për sa i përket zhvillimit të platformave të ndryshme që ndihmojnë biznesin kështu me radhë. Kjo gjë për mendimin tim është akoma në fazat të para. Këtu unë nuk kam parë një plan të saktë, përveç se fjalëve në formën e strategjive, që të tregoj se si do të funksionojë në Shqipëri. Duke parë edhe këto sulmet që janë ndërmarrë, sa garanci kemi për sistemet e matësve inteligjent të energjisë apo smart city, dhe a kemi kapacitete mbrojtëse sa i përket, po e quajnë thonjza kësaj loje që po zhvillohet? Unë mendoj që Shqipëria ka ecur goxha dhe shpeshherë ndoshta nxituar më shumë se ç'duhet në teknologji. Është e qartë që si person i teknologjisë njëherë nuk kam se si të mendoj që teknologjia është negative. Pra sigurisht vendet vogla, sidomos si Shqipëria, duhet që të shkojnë drejt teknologjisë për të zbutur një farë forme faktin që jemi vende të vogla dhe jo gjithmonë kemi resurset në njerëz. Por që në momentin që ne kemi një problematikë të tillë të madhe, faktikisht kemi një problematikë e cila nuk po na ndahet prej disa vitesh. Dhe akoma nuk kemi një identifikim të qartë të forcave të cilat janë duke bërë këto veprime, të cilat janë forca shpeshherë mendoj për mendimin tim nga të gjitha krahët, pra që mund të kemi edhe në brendësinë Shqipëri dhe nga jashtë Shqipërisë kështu me radhë. Në këtë moment, sigurisht, ne nuk mund të themi që do të ndalojmë dhe të gjithë avancimi i sistemeve që një shteti duan, ne do t'i ndalojmë sepse kemi këto probleme, por dhe të vazhdohet duke investuar, duke krijuar sisteme të reja gjithmonë e më të ndjeshme në popullat, mendoj që duhet shikohet pak më me kujdes. Mund të marr një shembull këtu fare që mund ta keni dëgjuar dhe ju në fund të shkurtit kur u bë ai sulmi i madh i parë që bëri Izraeli ndaj sidomos Teheranit, një nga pikat kryesore ka qenë që sistemi i kamerave të Teheranit kishte qenë totalisht në kontrollin e sistemeve e shërbimeve sekrete izraelite dhe kishin arritur që të krijonin pra dhe profile të gjithë udhëheqësve, të cilët më pas, besoj mbani më nga lajmet, u likuiduan me një saksi shumë të madhe. Që do të thotë, kur Irani, që është një vend shumë i zhvilluar në këtë fushë, mund të bjeri pre e këtyre sistemeve që ai ka ngritur vetë, atëherë ne duhet kuptojmë se ç'mund të ndodhë në Shqipëri. Edhe një pyetje të fundit, ku është diella në mjedisin kibernetik, sipas jush? Në mjedisin kibernetik, diella mendoj që është aty ku ishte në shtator, thjesht një show mediatik, pra nuk mendoj se ka qenë asnjëherë diçka serioze në aspektin teknik. Shumë faleminderit, ju përshëndes, gjithnjë kënaqësi biseda me ju. Faleminderit.